Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga unë dhe Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Duke uruar gjithëve një ditë të mbarë, sot jemi marrë data 3 shkurt për vitin 2026. Me programin e mëngjesit do të jemi deri në orën 9 me përmbajtjen dhe rubrikat e përditshme. Titulli i gazetës për sot, mediat online me shumë interes, komunikimi së bashku besoj për një temë apo një çështje interesante për diskutim, për një rritje të mundshme të pagave të gjyqtarëve. Jam dy shoqata të gjyqtarëve që kanë bërë kërkesë në gjykatën kushtetuese, e cila e ka zhvilluar dhe instancë pritet të marrë vendim për rritjen e pagave. Le të themi ka dhe një lloj formule për llogaritje dhe me pak fjalë më vonë do shpjegoj edhe ku konsiston konkretisht. Do ndalemi pak tek opozita, ka një nismë për të bashkuar opozitën, protesta dhe këto bojkotet apo jo bojkotet për reformën Komisionit të Reformave Territoriale dhe Zgjedhore. Parashikimi i modit, parashikimi i po ashtu dhe shumë çka tjetër, edhe lëvizja automjeteve. Përpara se të nisim pasurinë e shtypit, shohim pak së bashku çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës sotëm, pra aktivitetet që janë njoftuar paraprakisht. Sot zhvillohet seanca plenare e Kuvendit në orën 10 të mëngjesit dhe në fokus do të jenë së pari një interpelancë me ministrin e drejtësisë Besfort Lamallari, ratifikimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe vendet fqinje, ndryshime në ligjet për narkotikët, diskriminimin dhe konfliktin e interesit. Po ashtu të ketë edhe projekt vendime për komisionet parlamentare dhe diskutime që bëhen për debatet politike sa i takon çështjeve jashtë rendit të ditës. Sot orën 12 pra në mesditë, ministri Blendi Gonxha do të mbajë një konferencë për mediat në ambientin e ministrisë. Gjatë konferencës pritet trajtohen çështje që lidhen me politikat dhe zhvillimet e fundit në fushën e turizmit, apo edhe objektivi për këtë vit se përket turizmit, por patjetër që diskutohet edhe për kulturën dhe për sportin që përmbledh dikasteri që Blendi Gonxha drejton. Ervin Staljani, ish deputeti i Partisë Demokratike, do të zhvillojë sot një takim me demokratët e Fierit në kinoteatrin e qytetit, takim që do të nisë rreth orës 17 pra në orën 5 pasdite. Takimi është pjesë e turit të bashkëbisedimit në çdo qytet me synimin për të bërë Partinë Demokratike fituese, sipas ish deputetit, por për drejtuesit e Partisë Demokratike apo dhe kryetarin Sali Berisha me këtë lëvizje të tij. Ervin Staljani është i vetë përjashtuar nga kjo forcë politike. Vjojmë njerë me pasqyrën e shtypit, me gazetën Panoramas të pari dhe me zhvillimin kryesor. Kryartikullin ka të bëjë sërish në fakt me problematikat, me rrugët, me akset kombëtare, segmentet rrugore dhe zhdvim pak a shumë i kryartikullit të ditës djeshme. Por fokusohemi më konkretisht shembja e rrugëve, tendera fiktiv dhe punime pa cilësi. Alarmi që japin inxhinierët. Pozicionojmë së miri gazetën, jemi në këto momente, pra edhe një shembja rrugëve, tendera fiktiv dhe punime pa cilësi, alarmi që japin inxhinierët, pra specialistët e kësaj fushë rreziqet. Shembjet në akset kombëtare po shndërrohen në një alarm kombëtar. Rrugë dhe tunele të reja që çahen, segmente që bllokohen dhe mungesë masash sigurie po vënë çdo ditë në rrezik jetën e qytetarëve. Inxhinieri Romeo Nazarko paralajmëron shembje të tjera, teksa flet për punime të dobta, projekte të pakolauduara dhe mungesë totale përgjegjësie të ministrisë, duke zbuluar fytyrën reale apo fytyrën e vërtetë të infrastrukturës dhe investimet prej miliona eurosh. Në faqen 7 mund të lexoni edhe më tepër. Ndërtimi i resortit, vizita e Ivanka Trump rindez konfliktin e pronësisë për Zvërnecin, banorët po përballen me konfliktin gjyqësor me biznesmenin shehun. Foto është projekti pra për bishullin e Sazanit. Ecim në të tjera zhvillime. Kujtesa e hekurit që theu hundën, duhet ta ndalte dorën që firmosi tritolin ndaj prestigjit resort. Hape derën, shikosim kanë bërë. Petrit Kumi rrëfen foton e Ramës në 97-ën, më erdhi në shtëpi gjakosur dhe kërkoi. Shohim edhe këto foto në fakt. Është Rama pas dhunës ndaj tij në 97-ën, foto që është bërë nga Petrit Kumi dhe Majtas Hotel Prestige para dhe pas shembjes. Vjojmë me të tjera zhvillime që kanë bëjnë dhe me aktualitetin, patjetër shënjestra, atentati në Lezhë, ndalohet polici, çfarë fiksuan kamerat e sigurisë.
kompensimet pronarët që përfitojnë nga fondi prej 166 milion lek. Vjojmë me një shkrim nga Sejdo Harka, botimi, Diana Çuli dhe feminizmi në krijimtarinë e saj artistike. Kalojmë në rubrikën Histori Dosier, jemi në këto momente vdekja nga torturat në vitin 1977. Nënshkruaj dhe shpëto familjen. Refuzimi në burg që Ahmet Jegeni i bëri sigurimit të shtetit. Kjo rubrik vjen në faqet 16-17. Opinionet e ditës do të shohim në këto momente nga Gens Burimi, mund të lexoni. Rama, kulaç për mediat që promovojnë, kërbaç për kritikët. Nga Bestiana Kadare, një homazh në Francë që e bëri Kadarent pranishëm. Dhe nga Florian Kalaja, mund të lexoni, dënimi i ri plotësues. Florian Kalaja është një gjyqtar në GKK. Këto ishin gjitha zhvillimet në gazetën Panorama në numrin e kësaj të martë dhe për datën 3 shkurt vitit 2026. Ecim me njëherë me gazetën e radhës, është gazeta Tema. Do të shohim së pari kryertikullin që vjen pak me një faqosje disi ndryshe, por e kemi edhe në ekran. Qeveri teknike ose vdekje, Gërdeci prova e parë. E shohim edhe në ekran për edhe njërë. Gërdeci prova e parë, qeveri teknike ose vdekje. Më tepër lexoni në faqen 3 pra në brendësi. Nisë rimodelimi i hyrjes në godinën e GKK dhe të Spakut. E kjo ka të bëjë pra me masat e sigurisë ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Antena brenda familjes muli shqetësuar mbi kryengritjen kundër doktorit në grupin parlamentar. Shumë deputet fakt kanë dalë kundër bojkotit të komisioneve për reformat territoriale apo edhe zgjedhore, po dje më shumë është diskutuar për atë territoriale. Atentati në Lezhë zbulohet kush ishte objektivi vërtet. Nga Merobaze mund të lexoni, Spak po tenton të konsideroj krim përpjekjen e Veliajt për të mbrojtur me avokat të huaj. Shkrimi i radhës nga Ardi Stefa, Raqet nuk e rrëzojnë pushtetin, janë opozita më e mirë e Ramës. Pra, Raqet nuk e rrëzojnë pushtetin, janë opozita më e mirë e Ramës. Dhe nga Albatros Rexha mund të lexoni, kur ambicia politike kthehet në një autogol kombëtar. Kemi edhe 3 zhvillimet të tjera në pjesën fundore të gazetës Tema. Reforma e shkrirjes dhe kalimit në një bashki. Arbian Mazniku tregon projektin e plot. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazniku ka shpjeguar rrugën që do të ndiqet me reformën territoriale në 61 bashkitë e vendit. Momentalisht janë kaq. Zbardhen debatet me dyert të mbyllura në mbledhjen e Partisë Demokratike. Jemi bërë si film edhe akullore edhe çokoladë. Mbledhja e PD-s është shoqëruar me debate pas propozimit për të mos shkuar në Komisionin e Reformës Territoriale dhe atë zgjedhore. Refleksione për librin e Annie Wilms, Vlora e mençur ishte zhdukur nga faqja e dhjeut, kishte mbetur vetëm ajo e marra. Në faqet 10-11, sepse kjo është rubrika Histori Dosier në numrin e kësaj të martë. Nga gazeta Tema, me njerë hidhemi edhe zhvendosemi me gazetën Dita. Në fund kryesor të gazetës Dita është Ivanka Trump, vajza e presidentit të SBA-ve Donald Trump, e cila pra ditë më parë zhvilloi një vizitë disa ditore në Vlorë. Por shohim pak edhe shkrimin që e shoqëron për të kuptuar më konkretisht investigim, vizita që rihapi plagën e Zvërnecit. Pra edhe njerë vizita që rihapi plagën e Zvërnecit. Si e ka rindezur konfliktin e pronësisë në Zvërnec? Vizita e Ivanka Trump. Pak ditë përpara vizitës, banorët u alarmuan nga një njoftim i kadastrës të Vlorës. Planet për ndërtimin e një resorti luksoz nga familjarët e presidentit amerikan në zonën piktoreske dhe historie e konfliktit gjatë gjyqësor të banorëve me biznesmenin kontrovers Artur Shehu, i cili jeton prej 2 dekadash në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ecim më tej, nga Adrian Thano mund të lexoni. Adrian Thano është drejtori i gazetës Dita. Enver Hoxha dhe korrupsioni e sotmja nuk është pasojë mekanike e së djeshmes. Letra e lexuesit për burgun enverian dhe përgjigja e kryeredaktorit mbi përgjegjësinë e brezave që kanë qeverisur në liri. Skandali, përse përmendet emri i Enver Hoxhës
dhe Ceausescut në dosjet e Jeffrey Epstein, cilët janë emrat e tjerë shqiptarë në dosjet e miliarderit pedofil që ka tronditur botën. Vijoj me në brëndësi nga doktor Sadri Ramabaja, mund të lexoni, shqiptarët në logjikën e re gjeopolitike, rasti norvegjez, elitat dhe pornografia sociale në maj. Vjojmë me rubrikën e shëndetit, një rubrik tashmë e përditshme në gazetën Dita. Çfarë duhet të dim mbi trajtimin e sëmundjes së mushkrive, për tubin fleksibël me kamera dhe dritë që futet përmes fundës ose gojës e deri në mushkri. Lajmi i mirë, zbulohet kura për tumorin e pankreasit, është edhe me pikpyetje në fakt, shenja dalluese si ta kuptojmë një infekcion në veshka. Eci me shifrat, sa po na kushton trafiku torturues i Tiranës dhe ideja e një metroje, një luks që s'mund ta përballojmë kaosi sot më i shtrenjtë se zgjidhja e përhershme. Kam i përshtypjen që ky material është marrë nga shqiptare.com, nga faqja jonë zyrtare në internet, dhe eksaktësisht është biseda që ka zhvilluar dje me kolegun Tila Galliu, inxhinieri dhe eksperti i sigurisë rrugore, zoti Mamir Hodo. Pra shifra personalisht edhe kur e lexova, sipas tij gjithmonë ishte e frikshme. Trafiku në Tiranë mund t'i kushtoj qytetarëve shqiptar deri në 2.2 miliard euro në vit. Imagjinoni, domethënë kohë, karburante etj etj, se gjithçka më pas përkthehet në para. E pandehura i sfidon të gjithë. Shpërfillen banorët, balluku nën hetim i firmos nderin e dytë të jetës Bashkim Ulajt. Në kulmin e procedurave për imunitetin e saj, Ministria jep me një të rënd të lapsit plot 146 hektarë në zonën ranore të Baks Rjollit të Shkodrës, megjithëse banorët janë në protest, kanë bërë padi në gjykatë dhe kanë bërë kallëzim edhe në SPAK, pra në strukturën e posaçme antikorrupsion. Këto ishin gjitha zhvillimet në gazetën Dita, morëm me detaje gjithçka që pasqyroi në faqen e parë, shumë shkurtimisht le temi atje ku kishte nevojë për ndonjë plotësim apo ndonjë koment vogël, besoj e bëm edhe diçka të tillë për të mos qenë thjesht të ngurtë, por për ta kuptuar zhvillimin. Kalojmë me Telegraf në këto momente, në radhës është gazeta Telegraf dhe shohim së pari krye artikullin Pasurit nuk u vodhën natën, u morën ditën me ligj dhe vula nga politikat antikombëtare. Speciale nga inxhinier Nako Petro. Ish drejtor i UPTHN-s Ballsh. Pas viteve 90, në emër të reformave në thonjza dhe të integrimit, po në thonjza, pasuritë kombëtare u trajtuan si një barë dhe jo si një kapital strategjik. Tranzicioni shërben si alibi për grabitjen nga politika e pasurive natyrore dhe të ardhmes së një populli, nga një grusht njerëzish, politikanët e shitën, e dhanë me koncension, ose u falën për qindra dhe pa transparencë, u falën për qindarka dhe pa transparencë pronën e popullit. Një vend që nuk kontrollon pasuritë e tij, nuk është sovran. Përpunimi i naftës dhe mineraleve në vend, si dhe energjia ujore, janë pasuri publike që duhet të garantojnë zhvillim, punësim dhe mirëqenie, u kthyen në burim pasurimi për oligarkët, ndërsa populli ngeli varfër. Lexoni më tepër në faqet 10 dhe 11 këtë speciale me inxhinierin Nako Petro. Në pjesën e sipërme të gazetës Telegraf jemi në këto momente, Ilirian Ballaj. Sa e ka dëmtuar njeriu natyrën, po aq e ka dëmtuar natyra njeriun. Trojet duhen pasuruar, pa cënuar ekologjinë. Opozita, Besar Xhaferi, deputeti PD-s, shtabi përbashkët opozitar, zbardhet skenari, protesta me ngujim në bulevard Më10 Shkurt deri në largimin e Ramës. Kryeministri Rama, gjyqtarët kërkojnë të imponohen parlamentit dhe qeverisë, kushtetuesja mos t'i lërë këtë njoll turp i Shqipërisë. Pra bëhet fjalë për atë kërkesë të shoqatave gjyqtarëve për rritjen e pagës. Do ndalemi të diskutojmë si temë dite e do ndalemi pak edhe me detaje. Krimi dhe korrupsioni, ish Vetingas i pavarur, i konvertuar në deputet Partia Kolsi Komiçi, beson se shembja Naksin Librash Prenjas ishte fenomen natyror. Kreu i ARSH-s ka deklaruar mali ka pirë shumë ujë. Nuk e di në fakt nëse e ka deklaruar vërtet diçka të tillë, e pash edhe gjatë ditës dieshme. Eugen Beci, ekspertët e reformës në drejtësi janë të sistemuar dhe të fshehur në gjykatën e lartë
dhe kushtetuese. Zhvendosemi me speciale, SPAK dhe BKH në labirintet e zeze të grupit mafioz Bolvojl të Behar Çukajt, lidhje me bankers dhe kontraband. Ballkani hapur, kush do i paguaj 23 milion euro të dështimit. Mbani mend Ballkanin e hapur, pra ajo nisë më për bashkëpunim rajonal, sa takime janë bërë, edhe tash më ndryshoi gjithçka. Hakis Tërmilli, shef i parë i shërbimit inteligjent shqiptar. Jeta e Hakis Tërmillit si shkrimtar, advetari shquar dhe kryetari i shërbimit sekret shqiptar në vitet 1923-1924 me dekret të Zogut, partizan i Lanç dhe përfaqësues i Dibrës në Kuvendin Popullor. Nga gjyqi politik i Zogut, dënuar me 5 vite burg në vitin 1926 deri tek pajisja me kartën 44 të antarësimit fashistëve. Lirimi nga burgu dhe rekordet me romanin Sikur të isha djalë, që i bëri i hon arsimimit dhe përparimit gruas shqiptare të shtypur dhe të nëpërkëmbur ndër shekuj. Rubrika e shëndetit, eksaktësisht mjekësi dhe shëndet, dëmtimet në tru, simptomat e alarmit, shkaktarët, pasojat që çojnë në hemorragji cerebrale dhe trajtimi mjekësor. Qumshti, plur, Nestlé, Danone dhe Lactalis me toksin nga Kina zbardhen datat e provimeve të shtetit në fushën e mjekësisë. Mozaik dhe aktualitet, Bashkim Koçi, Sabri Sevrani, luftëtar, kukurora Gjeti Lavdim, Gëzim Zilja, Skënder Kamberi, krenari për Vlorën dhe Shqipërinë, Ylli Meçe, historia e Abdi Matit nga çeta partizane në oficer marine. Profesor Qemal Lame, Europa supershtet në shërbim të europianëve, sporti, Avenir Dani, vllaznia në krye dhe lufta për fundin, bukuria e garës së kampionatit. Meglit Mihani, kampionati po zhvillohet i fortë, besën e shoh në play-off. Nga Vangjush Saro mund të lexoni opinionin apo komentin me titull "Nuk ka më një Tolstoj që të sfidoj tiranët". Dhe Hyshmet Zanë shkruan "Skandali turpshëm në përvjetorin e Çamërisë". Këto ishin zhvillimet në Telegraf. Kalojmë në Panorama Sport në këto momente. Jemi ende me gazetat në versionin print që na kanë mbritur në redaksi, pas më njëherë do të shohim edhe mediat online. Por fokusohemi në Panorama Sport, patjetër edhe në këtë të përditshme, kujtojmë edhe në datën e ditën që jemi për ata që ndoshta mbrin në këto momente në ekranin e Report Televizion. Pra jemi ditën e martë, data shënon 3 shkurt për vitin 2026. Duro, Mercato nuk bind Partizani po humb rrugën. Ish trajneri të kuqve mendon se afrimet e reja nuk po bëjnë diferencën siç pritej. Vora më ka surprizuar për mirë. Gjullur dije madhe me flamurtarin. Legionarët Shqipëria, Turqia, toka kuqezi për botrorin. I rikthehemi kampionatit shqiptar, intervista. Andrea Marko, ish futbollisti i famshëm i kombëtarës dhe Dinamos mbi të gjitha, ka deklaruar Dinamo larg titullit të fitoj Kupën e Shqipërisë. Ish futbollisti analizon formën e bluve dhe zbulon brapa skenat. Largimi i Berishës mund të jetë nga problemet të brendshme, jo nga kualiteti. Fitoria 6-2 është ende freskët, lojtarët të justifikojnë stadiumin, atje kanë luajtur emra të mëdhenj. Kalojmë tek Tirana, Heroi Xhixha, në dyshim për derbin me Dinamon, verdhe blut tek Elbasani. Jemi, kur themi verdhe blut, Jonathan Lajthia Elbasani e kap Final Fourin, kuqe blut vllaznia, Estat Mala konfirmohet shtyllë kryesore e ekipit, vijoj me Rogozhin, kampionët nuk bindin, thellohet kriza e Ignatias Flamurtari, Moriero nën presion Ahmata i bën nxehje për Stolin, speciale futboll pushtet dhe padrejsi, rrëfimi tronditës si Xhevit Bllokut, spanjolli Alcaraz, njeriu që ndryshoi apo që ndryshon tenisin modern. Zhvillimet nga futbolli ndërkombëtar, mbrëmësh mbyllur edhe Mercato e dimrit. Dështon Mateta, Milani pas Xhiruz vetëm bosh llok te kuqezin të majën e sulmit. Në Serie A, Interi Lautaro lufta vazhdon deri në fund, është kapiteni i kryesuesve të Serie A. Madrilenët Reali në kaos, Arbeloa vazhdon me kokforci, lëvizja. Pep Guardiola nën presion, Manchester City po mendon për pasardhësinë e trajnerit spanjoll. Nga Panorama Sport e vjojmë pasurinë e shtypit me zhvillimet koreale me mediat online. Shumë shkurtimisht dhe do të jemi me njerë me shqiptarja.com, që është faqja zyrtare në internet, por që bëjmë së miri pra le të themi vendin gati në tryezën e punës. Jemi me shqiptarja.com, faqja zyrtare në internet. Dhe
si lajm kryesor, vijnë disa detaje nga atentati regjistruar në Lezhë. Atentati në Lezhë në shënjestër djali dhe nipi i Ardiani Kulajt, edhe ky ekzekutuar vite më parë. Në kërkim 3 autorët antar të fisit ndoka, ndalohet edhe polici që ju përgjigj me armë, pra dhe pati shkëmbim zjarri. Zhvendosemi në opinion nga Mirobaze, i cili deklaron: SPAK po tenton të konsideroj krim përpjekjen e Veliajt për të mbrojtur me avokat të huaj. Debati në kushtetuese për pagat përfaqësuesit e gjyqtarëve për ankimin pritëm zgjedhjet, pos na doli llogaria 37 milion euro i sekuestron vetëm SPAK. Kryeministri dje ka thënë që kërkohet pra kjo rritje pagave të gjyqtarëve, që realisht po ju rriten gjyqtarëve, ju rriten edhe prokurorëve, do t'i kushtonte buxhetit shtetit 37 milion euro, po nuk e ka thënë në vit apo në total, po besoj në vit mund t'jetë, sepse nëse pagat rriten ato do t'jenë të përvitshme. Politik, deklaroi bojkotin tek Territorialja, Berisha sprapset pas presionit të deputetëve. Luciano Boçi ka deklaruar: do të marrim pjesë në komisionin Report TV, zbar debatet në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nga shqiptarja.com, faqen zyrtare në internet që gjithmonë e them dhe absolutisht nuk bëhemi bezdisshëm, vizitojeni në çdo moment, më besoni, informoni mbi gjithçka. Kalojmë në kohat ditore për gjetur dhe për të marrë disa zhvillime nga rajoni, nga Kosova. Reagimet për listën serbe, Baraliu deklaron diplomatët nuk janë gjyqtar dhe as kujdestar. Keku njofton për ndaljen e një bloku, mbesi në operim 4 të tjerë. Arrestohet zyrtari korrektues, tentoi të fuste drogë në Dubrav. Gjykata në Mitrovica refuzon paraburgimin ndaj 10 personave të dyshuar për manipulimin e votave. Dhe ambasada e SBA-ve thotë se vendimi i KQZ-s për listën serbe minon partneritetin SBA Kosovë. Nga koha ditore kalojmë në Corriere della Sera. Gjejmë pak zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Zhvillimi kryesor ka të bëjë në fakt me qëndrim të kryeministres italiane Giorgia Meloni, e cila i është drejtuar opozitës në vend, pra në Itali, duke theksuar pra që të votojmë së bashku dhe nga ana tjetër kryeministria pra deklaron që tashmë shkoa që të themi mjaft. Dhe kalimi kërkon pra një lloj testi përfundimtar. Dhe në foto besoj është duhet theksuar është një vizitë që kryeministri italiane Giorgia Meloni ka bërë njërit prej efektive të policisë që ka mbetur i lënduar pas disa ngjarjeve dhe trazirave në Torino. Shohim në këto momente zhvillimet që vijnë nga Ukraina. Ai armpushim ka përfunduar dhe për çfarë bëj fjalë për atë armpushim? Një armpushim gati 7 ditor apo një javë për faktin që Rusia të mos sulmonte Ukrainën sepse ishte ngritë, ishte akull, ishte shumë ftohtë dhe nga ana tjetër për tashmë ky armpushim ka përfunduar. Drone dhe raketa ruse në centralet e Ukrainës. Është bërë me dije se temperaturat shkojnë deri në -20 gradë në Ukrainë. Pra, deri në -20 gradë temperaturat edhe Ukraina, qytetet e saj sulmohen nga Rusia. Nga ana tjetër, Donald Trump ka bërë me dije se India nuk do të blejë më naftë ruse dhe ka ulur edhe tarifa doganore. Kremlini, paralajmërimi atomik apo për përdorimin e armëve atomike dhe bërthamore që jep Dmitri Medvedev, ish kryeministër, ish president. Ai ka theksuar pra që duhet të ketë ose më saktë traktati për armët bërthamore është duke skaduar, duke përfunduar, më mirë të themi, jemi të gjithë në rrezik dhe ka ofenduar Europën. Pra, edhe një herë paralajmërimi bërthamor i Dmitri Medvedev ai thekson që traktati, marrëveshja, është duke përfunduar për armët bërthamore dhe jemi të gjithë në rrezik, ofendon edhe Europën. Mirë, këto ishin 2-3 zhvillime kryesore sa i përket zhvillimeve në arenën ndërkombëtare. Në këto momente ne shumë shkurtimisht, kjo ishte pasojë shtypit për ditën e sotme. Në fakt, gjithçka bëm me dije sa i takon edhe shtypit të shkruar dhe mbledhjeve online. Shumë shkurtimisht në këto momente, mos gaboj, kemi vetëm një gazetë në arkivën tonë. Rikthejmë pak në vëmendje çfarë shkruaj në shtypin e ditës të sot, 33 vite më parë.
Jemi me 3 shkurtin e vitit 1993, po në arkiv kemi vetëm Zërin e popullit dhe shohim me detaje. Solimit dhe martë ka rështisur në fakt 3 shkurtin 93-shit dit e mërkur. Transparencë ose transparenca hapi I parë për mirëkuptimin mbar popullor ndaj reformës qytetarët vidhen dhe mashtrojnë. Ky zhvillimi kryesor I Zërit të popullit, organi I Partisë Socialiste të Shqipërisë, si sot 33 vite më parë. Sa rand informacion për ndarjen e tokës, përurohet një shtyp shkronjë e re, revanshizmi s'ka zgjidh përbashkët me demokracinë, deputetët socialistë bashkë bisedojnë me elektoratin, një rubrik për cilësoj në këtë mënyrë në kuvendin popullor, seminar me shtypin, a do vish si vjet në plazh, po turist të huaj, a do të vinë këtë vit në Shqipëri, nga Bashkim Deti vjen ky material. Në fakt, si jemi situata sot apo vitet e fundit me turizmin, me plazhin e tjerë, në 93-shin ky material në Zërin e popullit, a do vish si vjet në plazh, po turist të huaj, a do të vinë këtë vit në Shqipëri. Përgjegjësi postës Markatit pengon reformën, ambasada turke njofton, turizmi duhet u vihet në pronësi e në shërbim në rast të parë shqiptarëve. Edhe ky është zhvillim interesant, turizmi duhet u vihet në pronësi e në shërbim në rast të parë shqiptarëve. Mirë, këto ishin zhvillimet kryesore në Zërin e popullit dhe kjo ishte pasqyra e shtypit, pra ose eksaktësisht rubrika në ishte njerë. Pak reklama, rikthehemi për të vjuar me shtypi ditës dhe ju dhe mbi të gjitha për të nisur me njërë komunikimin së bashku, ku do diskutoj me mbështesni apo jo kërkesën e gjyqtarëve për rritjet pagave. Pak më vonë do të bëjmë dije dhe disa detaje. Jemi në studio, shohim pak në këto momente lëvizjen e automjeteve me shumë interes dhe më besoni se ndoshta ka disa nga ta që edhe mund të bezdisën, për mund të mërzitën nga lëvizje qarkullimi i automjeteve, por është shumë më rëndësishëm, kryesisht për ata që jetojnë dhe punojnë në Tiranë, por edhe ata të rrethave që kanë punë bëjnë furnizime në kryeqytet. E bëm me dije, edhe në fakt duke shfletuar shtypin e ditës, por dije ka thënë në studion e Report Televizion, një inxhinier dhe ekspert rrugor që trafiku vetëm në Tiranë nuk kushton, sipas një llogaritje e tjerë mund të jetë me plus minus qytetarëve 2.2 miliard euro në vit, një shumë e tmerrshme, duke mbetur në trafik, kode shumë çka tjetër. Kështu që shohim pak lëvizjen në segmentet më kryesore, do të kemi komunikim edhe Eldin nga Taxi Lux Albania. Jemi me këto pamje, okej, regjia më ndihmon mos gaboj tek Unaza e vogël, pas në zonën që njihet si zonë e Pjacës, apo tek Muzeu Historik Kombëtar, shohim që ka lëvizje, ka intensitet pa tjetër dhe po ashtu për edhe transporti publik të autobusat firzamonik, që ndihmojnë shumë në transportin e qytetarëve, por pa tjetër që krijojnë probleme në trafik. Eldin nga Taxi Lux Albania kam në komunikim. Eldin, mirëmëngjes, të përshëndes dhe ju dëgjojmë mjaft mirë. Çfarë situate kemi, të lutem, shkurtimisht? Po mirëmëngjes, të përshëndes, të ditë të mbarë, nuk pata një problem të vogël që nuk mund ta pasqyroj vendodhjen tim, unë jam aktualisht tek rruga Hoxha-Dasim, këtu situata është me pak trafik të lëvizshëm midis shkollës Hoxha-Dasim që ndodhet në mesin e këtij segmenti deri Këshilli Shërbimor. Më pas, Luiz Gurakuqi dhe zona e Suleman Pashës për momentin është e kalueshme. Në akset kryesore trafiku lehtë, sot bi me shumë energji sepse kombinat Pallat Meshqyqeta trafiku lehtë, nuk ka trafik midis Pallatit Meshqyqeta dhe zonës Astit për të lidhur me ish doganën, me ish Shqiponjën dhe pak probleme duke ardhur nga Durrësi dhe nga kthesa kanës me trafik deri te kjo pikë. Më pas deri në qendër qarkullojmë pa probleme, sikundër dhe rruga e Kavajës, deri afër Pallatit Meshqyqeta ka fluksin e trafikut më të pakët dhe pastaj deri në qendër qarkullon lizhër. Kemi për momentin në rrugën e Elbasanit, sapo kalon shkollën Kosova, trafiku lehtë deri në pjesën e Unazës, pra drejtimi midis bulevardit Ibrahim Turi dhe Zhandark. Glana nuk pasqyron problematika nga Koza deri te Pallati Meshqyqeta dhe ana tjetër. Në çfarë raporti jemi Eldi pak a shumë? Po, dhe shumë e rëndësishme dhe nga farmacia dhe deri te kryqëzimi Don Boscos, janë 2 kryqëzime, Reshit e Trela dhe rruga Asim Vokshi. Pra nga shkolla Arifut me pak trafik deri te rreti Zoguzi. Raporti është gati po themi 50-50, sepse edhe në shifra jemi jo më shumë se 12.000 metra, pra 10 deri 12.000 metra, 50% e Tiranës qarkullon me zero trafik dhe pjesa tjetër 50% përbën të zonave të kuqe që unë përmendëm. Por pra, duhet të ditë që ka startuar jo problematike.
Eli, faleminderit dhe miru gjofshim edhe rreth orës 8:30 besoj. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, kjo është situata momentalisht, një ditë që ka nisur jo problematike dhe për këtë na vjen mirë patjetër sepse në destinacion qytetarët e Tiranës duke përdorur këto segmente mund të mbërrinë le të themi më shpejt apo pa vonesa, pa ndonjë problematikë të madhe. Nisim komunikimin së bashku duke parë temën e ditës dhe duke parë mënyrën se si është votuar në sondazh.tv. A e mbështesni kërkesën e shoqatave të gjyqtarëve për rritje të pagës? Është bërë kjo kërkesë në kushtetuese, e kundërshton letimi kryeministri Rama, ai që drejton ekzekutivin, nuk është marrë një vendim, nuk e kanë bërë prokurorët, vetëm dy shoqata gjyqtarësh, por nëse pranohet kjo kërkesë e shoqatës së gjyqtarëve, ata nuk ka ligj që ndanë prokurorët ose gjyqtarët nga prokurorët, quhen magjistrat, edhe prokurorëve rrjedhimisht do të rritet. Në sondazh.tv janë 1357 vota, temën e kemi lançuar ditën e dieshme. 14.5% atyre që kanë votuar thonë që po, që e mbështesin, pjesa dërmuese 80.6% thonë që jo, nuk e mbështesin dhe rreth 5% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Marrim telefonatën e parë dhe do t'ju shpjegoj pak në fakt edhe se sa janë pagat momentalisht të gjyqtarëve. Ka dhe çështje ligjore, procedure ligjore e tjerë. Momentalisht paga e gjyqtarëve është sa 36% e pagës për studentit, presidenti ka pagën tek 4.200 apo 4.300 euro, që do të thotë tek 1.400 apo 1.500 euro për shpaga bazë, dhe më pas ka një formulë që përllogaritet paga e gjyqtarëve dhe paga e gjyqtarit më thjesht sot aty të shkallës parë dhe pa një vjetërsi pune dhe pa post drejtues shkon tek 2.900 euro me pak të gjyqtarëve dhe prokurorëve paka shumë, pra 2.900.000 lekë të vjetra. Dhe me këtë rritje varet ka ndryshime. Përshëndetje, mirëmëngjes. Më du të bëja këtë sqarim për të kuptuar le të themi ku jemi. Përshëndetje, zotëri, mirëmëngjes, mirë se vini në program. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje, Andi. Ju dëgjoj me kënaqësi, mirë se vini në program, më thuaj. Mirë se u je. Më thuaj. Po të flas nga Italia. Po, kënaqësi. Kënaqësi ju dëgjoj me vëmendje. Jam qytetar nga Vlora. Ju dëgjova dje me vëmendje. Po. Në emisionin e mëngjesit. Ku kishit të ftuar zonjën e nderuar dhe shumë të respektuar dhe të aftë në ana profesionale të Utanunaj. Po. Ku diskutuar çështja e pensioneve. Eksaktësisht. Do dalë edhe për temën, do më falë se nuk e fillova. Do dalim edhe për temën që kemi këtu. Patjetër, ju dëgjoj. Më erdhi mirë që trajtove nga ana juaj pensioni urban që është shumë i ulët. Ai pjesë shumë mbi të gjitha. Tavani vendosur. Tavani vendosur është Po, i pjeshmi, për atë kemi llatin. Mendoj që duhet parë. Po nuk është vetëm kjo. Përmendi dje të uta për një zonjë që kishë bërë një derdhje rreth 38 vjetë e 8 muaj. Po. Është bashkëshortja ime. Dhe e kanë futur të pensioni i pjesshëm. Për sa muaj e ka humbur vjetërsinë? Ja të sqaroj vllai, mos u mërzit. Okej, e thjesht me kohën jam pa ngushtë unë, prandaj kështu sigurinë e gjëmba se më ikën koha por mos më pengo që të vazhdoj dhe ti them. Okej. Mbylli 38 muaj, po i gjetëm pretekstin se i ka shërbyer një invalidi që ishte vllai i saj si kujdestare. Dhe duke marrë kontakt dhe me punojësit e sigurime shoqërore në Vlorë që i quhen vjetërsi. I quhet vjetërsia e punës. Dhe me atë mendim e zgjidhëm problemi dhe e mbyllëm. Tashin atë del që justifikim që nuk quhet kujdestaria. Se po t'ishte do kishim marrë masa, se prandaj ka dhënë kaq shumë kontribute. Atëre, del pyetja. Ju kuptova. Po nuk është për të ardhur keq. Po s'është për të ardhur keq që ti humbasin tani 3 vite për shembull 3 vjeçarin. Po 35 vjetë e 8 muaj, e të ikin 21 vite pa kontributet, futesh e pensioni pjesëm që janë 15 vjetë, kjo sikur nuk është e drejtë. E vërtet. Pse të mos bëhet? Dhe mbi të gjitha besoj zotëria asa të 8.000 lekë që në vjetë nuk e ka përfituar. Sa pension merr? Asnjë centes
Kur them asnjë që të sa pension merr? Të kuptoj, sa pension merr? Ajo e merr atë minimumin e pjesëm 22.000 lekë e merr. Merr më shumë se aq. Edhe nuk i është shtuar asnjë gjë. Absolutisht. E kuptoj. Nuk është gjuna që gjithë këto vite të ikin dëm që ka dhënë kontributet e dynjas, nuk është gjuna. Në një kohë që unë tani po flas nga Italia, pavarësisht se jam nga Vlora, po jam këtu se pak mundësi ka. Po edhe 5 vjet që derdhin kontribute këtu, apo dhe një vit, të dëgjoni atë zonjën e nderuar Beskida Alin, që edhe një vit që të desh kontribut këtu, ai sa ke përqindjen ta japin. Këtë të bëhet edhe nga shteti jonë. Pastaj më vjen keq se këta ekspertë të nderuar, që nuk e di kush janë, që dalin edhe flasin në emër të VKM-s. Po këta nxorën blok kryeministrin më. Nxorën blok kryeministrin që kryeministri thoshte që edhe pensioni. Jo, të lutem, shiko, ka diçka, se unë them që më mirë ta bëjmë bisede të tjerë. Ekspertët e qeverisë, nëse themi në këtë mënyrë, nxorën blok kryeministrin. Ekspertët që ne kemi ftuar kanë qenë shumë korrekt sepse kanë diskutuar në atë moment situatën që ishte. Çdo gjë ndryshoi pas VKM-s të 30 dhjetorit. Aty më pas me këto tavanet u bë gjithçka ndryshe. Nëntor, dhjetor ne kemi diskutuar ato që na tha kryeministri, se ato do merren për bazë. Jemi dakord. Atëherë këto tavane, kështu si u vendos. Në 30 dhjetor. Kjo që të vej pensioni minimal të vej 400.000 lekë të vjetra, pas 4 vjetra, 5 vjetëve? Po, nuk shkon, nuk ka lidhje, të kuptoj. Prandaj, këto, do më falni, po unë kam mendimin tim si qytetar dhe më vjen keq, se e shikoj që pa mundohet dhe kryeministri e mundohen që të bëjnë, po duhet i kapin këto çështje. Jo të ikin kaj vite, se nuk se janë vetëm unë, po unë kam kontaktuar me shumë miq aty në Shqipëri në Vlorë, shiko të them diçka. Unë s'do ta bëj familjare, por i kam raste konkrete. Edhe IMM, edhe EM e bashkëshortes time, futen dhe ky pensioni i urban i pjesshëm dhe të dyja nuk kanë përfituar asgjë, zero. Sepse i prish, futesh te ky pension i pjesshëm, dakord, por është ky tavani prej 22.000 lekësh, pra 220.000 lekë, që është shumë i ulët më. Se pensionet e qytetit dalin pak më të larta se 220.000 lekë vjetra e morje mira. Dhe ky tavani ka dërmuar. Unë po e them kështu. Dhe nuk e kam këtë gjë se nuk e përfiton as IMM as ta afër të mi, por shumë i ulët për çdo qytetar. Por pikërisht, ta them sinqerisht, më ka marrë shumë miq edhe shok edhe shumë, se pak nësi se njemi atje në Vlorë. Okej, mirë. Këtu është dhe një dështim që po bëhet se këtu nuk do të derdhen kontribute. Edhe kanë thënë tekstualisht kështu. E fundit, të lutem. Neve kohë që do të derdhin, se nuk do arrin dot kvotën e kontributeve maksimale. Dhe çfarë bëjnë? Do ta mbyllin me kajtë do gjin mënyra që më mirë të heqim 5 lekë më një kemi për peqerin, se ne e dim duhet të i pjesë mi thonë. E kuptoj. Edhe këtu duhet gjetur një mënyrë që të nxitet, që të merret sa të derdhet, ai të marrin më vëlla. Patjetër. Shumë e gabuar. Shumë vërtet. Të ndjes me kënaqësi shumë që biseduam dhe diskutuam, është një çështje që unë kam për zëmër, por vetëm me një fjalë të lutem, se gjithë këta vështirë morën bashk, po vetëm me një fjalë. Tani, për çështjen e gjyqtarëve. Po, me një fjalë të lutem. Gjyqtarëve tanë të nderuar. Se kemi të nderuar ata. Të lutem jepi. Tani, po qa kërkojnë ma ata, mërë buri dhe, qa kërkojnë ma ata? Se ata prap, ja po la them hapur dhe, unë më spaqa halë e kurgjan, se di do t'jetë. Po edhe si kur t'u bësh edhe 10.000 euro atyre, ata prap do korruptojnë. Mos e diskutojnë. Të falenderoj shumë. Se nuk ka një institucion kontrollues mbi ata që të kontrolloj ata. Të falenderoj shumë. Kënaqësi e madhe që biseduam, falenderoj shumë, mbetet çështja e pensioneve dhe me vërtet ato gjëra që kërcasin në gjithë këtë skemë të kompensimit. Shkputemi këto momente për një këshill shëndetësore me shumë interes, natyroterapi për gjithë ata që kanë probleme me prostatën, sjell Prostatol Complex. Ndjekim dhe rikthehemi. Mirë, vjen këto momente, ne kemi parashikimin e motit me shumë interes për sot dhe nesër në Shqipëri, jo vetëm një hapësirë me reklamë dhe rikthehemi për të vijuar me shtypin ditës dhe ju.
Përpara se të rinissim dhe eksaktësisht vjojmë komunikimin së bashku, për temën e ditës së vetëm ndiqim pak më interes dhe kuriozitet parashikimin e yjeve për horoskopin ditor për këtë të martë dhe për datën 3 shkurt. Dashi, sot marrëdhëniet sentimentale përmirësohen fal komunikimit më të hapur me partnerin. Veçarët mund të kenë njohje të këndshme në ambiente të reja. Në punë të ndjeheni më të motivuar, por shmangni vendimet e nxituara. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen fizike. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve të papritura. Demi, marrëdhëniet janë të qeta dhe harmonike, por dëgjoni më shumë partnerin. Keqkuptimet e vogla zgjidhen lehtë me mirëkuptim. Në punë kërkohet përqendrim dhe bashkëpunim. Kujdesuni për shëndetin emocional dhe shmangni stresin. Financat janë të qëndrueshme dhe dita është më e mirë për planet afatgjeta. Binjakët, dashuria është e favorizuar dhe emocionet janë të sinqerta. Beqarët mund të njohin dikë interesant përmes miqve. Në punë vjen një lajm i mirë për një projekt të rëndësishëm. Shëndeti përmirësohet me kujdes ndaj dietës dhe aktivitetit fizik. Financat kërkojnë shmangje të investimeve të mëdha. Gaforia, dashuria kërkon kompromis dhe mirëkuptim. Partneri ka nevojë për mbështetjen tuaj emocionale. Në punë priten zhvillime pozitive dhe motivuese. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj shenjave të lodhjes. Financat janë delikate dhe kërkojnë planifikim më të mirë. Luani, sot do ndiheni më të afërt me partnerin dhe më të hapur emocionalisht. Beqarët mund të marrin një ftesë interesante. Në punë bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Shëndeti mendor kërkon më shumë pushim dhe relaks. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e kota. Virgjëresha, në marrëdhënie ndjeni më shumë siguri dhe qetësi. Beqarët mund të ndodhen mes dy zgjedhjeve sentimentale. Në punë shfaqen mundësitë e reja për përparim. Shëndeti përmirësohet nëse riktheni rutina të shëndetshme. Financat janë stabile, por shmangni rreziqet. Peshorja, sot kërkoni më shumë afërsi emocionale në marrëdhënie. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush i papritur. Në punë ndryshimet e vogla sjellin ndikim pozitiv. Shëndeti është i mirë me kujdes ndaj ushqimit. Financat kërkojnë kursim dhe menaxhim më të kujdesshëm. Akrepi, dashuria sjell harmoni dhe qartësi emocionale. Beqarët dihen më të sigurt për të shprehur ndjenjat. Në punë mund të merrni një ofertë ose vlerësim të rëndësishëm. Shëndeti përmirësohet me pushime të shkurtra. Financat janë në rritje, por shmangni rreziqet. Shigjetari, marrëdhëniet kërkojnë bisedat e hapura dhe sqaruese. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm me njohjet e reja. Në punë do të jeni energjik dhe produktiv. Shëndeti është i mirë, por lodhja mund të ndihet në mbrëmje. Financat kërkojnë planifikim dhe shmangje të blerjeve impulsive. Britsjapi, marrëdhëniet sjellin momente të bukura dhe surpriza. Beqarët kanë shanse për një njohje serioze. Në punë organizimi ju ndihmon të arrini rezultatet e mira. Shëndeti kërkon më shumë pushim dhe relaks. Financat janë të qëndrueshme dhe të favorshme për plane afatgjata. Ujori, në dashuri ndjeni nevojën për ndryshim dhe sqarim ndjenjash. Beqarët tërhiqen nga persona misterioz. Në punë një koleg ju ndihmon të zgjidhni një vështirësi. Shëndeti përmirësohet me shumë aktivitet fizik. Financat janë të qëndrueshme, por kërkojnë kujdes ndaj ofertave mashtruese. Peshqit, dashuria forcohet përmes kujdesit dhe gjesteve të vogla. Beqarët mund të njohin dikë me interesat e përbashkëta. Në punë do të ndiheni të vlerësuar dhe të motivuar. Shëndeti është i mirë nëse pushoni mjaftueshëm. Financat janë të balancuara, por kërkojnë planifikime të mirë. Vjoj me njerë komunikimin së bashku edhe me temën e ditës, bëni pjesë e programit edhe me video call, pra bisedojmë me zëdhe me figurë, si që bëme zotrin pak më parë. E mbështesni apo jo kërkesën e shoqatave për unionit të gjyqtarëve për rritjen e pagës. Çështja është kushtetuese, kryeministri Rama ka dalë kundër, thotë që paguhen edhe tashmë pra mirë, ndoshta edhe sa vendet Bashkimit Evropian ka arrestuar Greqinë e më shumë se gjyqtarët në Maqedoninë e Veriut edhe në Malë të Zi. Mirëmëngjes, përshëndetje, ka një lloj përllogaritë, diçka që gjyqtarët kanë ankimuar
në kushtetuese, në bazë të ndryshimit të kësaj ligji dhe të një lloj formule. Por ajo që mund t'ju them është që momentalisht me formulën e me pagën bazë, gjyqtari i shkallës së parë dhe prokurori, sepse nuk ndahen, futen tek pjesa e magjistratëve, i shkallës së parë pa vjetërsi punë e tjerë, merr tek 2.900.000 lekë të vjetra dhe kërkohet rritje, pra që mund variojë nga 1.500 euro deri në 3.000 euro, vetëm rritja që i shtohet kësaj. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi. Figjo, përshëndetje, mos ti të kam. Gjithashtu, s'ka mirë jemi, Bereqavës. Po shqyqyr. Po ju si jini, ore? Po edhe ne Bereqavës, në përgjithësi mirë. Edhe mua bet qeti shumë që jini mirë juve. Faleminderit. Të dëgjoj me vëmendje. Tani, mora shkas, nga këta gjyqtarë të që janë ka prokurore E dia që do e kishe me merak të çështje, më thuaj. Shko, më bëjshaj mendimit që këtyre jo vetëm 5 milion e 4 gjysmë me 3.800 që të thethje i doqaj që mëram, që të bështë 200 milione në muajt. E di përse, Andi. Po këta i ka në një drejtësit pa parë këti populli, qote 30 e 2-30. Këj popull ka para i për këtyre. Sinqerisht të thënë. Edhe këta ja vlejnë. Po këta nuk kanë fajë, Andi, jo. Fajnë e ka kryeministri. Sa i nuk është ekonomist, edhe ka drejta i. A i doli po thot, jo po na kushton kaqe, aqe, jo po kjo s'ka ndodhur. E po shiko, mendohë mirë para se të flasë herjet, pasaj të mendohë është vënë është të vështi të kapës. Sepse i ka lënë vetë zotë, vetë skopë. Zbej si dojnë, s'konolohet, zbanë... Shiko, Figjo, do një kohë shumë të gjatë që unë të them të gjithë nga fillimi në fund këtë histori. Kjo kërkes, por më duhet dhe të them, për që në dhe pak korekt, në bazë të disa ndryshimet ligjit e tjerë, momentalisht është që gjyqtarët pagën bazë, sepse kanë një pagë bazë dhe pas kanë një rilogarit e tjerë që është përcaktuar në ligj me një formulë, sepse pyeta dje shumë një kolegë dhe ndërësova. E kanë sa 36% e pagës të presidentit. Mirë po, për para se ta kishin, ja të lutem, për para presidenti ka 4.200-4.300 euro. Për para se të llogaritej paga bazë e tyre me këtë përqindje të pagës presidentit, ata i kishin pagën sa një drejtor i rëndësishëm në kryeministri. Tani, çfarë ndodhi? Posti i këtij pozicioni të rëndësishëm i drejtorit të rëndësishëm në kryeministri, atij u rrit paga. Dhe nga 1.500 euro ati ka shkuar tek 2.200 euro. Dhe gjyqtarët thjesht këtë kërkojnë që ose na e bëni sa 54% e pagës të presidentit, ose ne na e bëni pagën bazë sa ky drejtori në kryeministri, se ne si pozicionet jemi bashkë me ata. I bie që të rritet baza nga 1.500 euro tek 2.200-2.300 edhe ato shtesat edhe shkon shumë. Por momentalisht një gjyqtar merr 2.900 euro, gjyqtar dhe prokurori shkallës të parë, jo të spakut, jo të GKK-s. Më duhet ta them këtë, megjithëse duket pak e vështirë, po. I ndoqja mirë, edhe unë do dalë tek fillimisht tek guvernatori i bankës. Merrte 10 milion në muajt. 10 milion. Ai do të rria atje. Domethënë 10 milion i bie 120 milion në vit. Kurse unë që kam kontribuar e gjithë populli shqiptar që ndërtoi uzina e fabrika e kudo që punojnë në çdo vend e kooperativë bujqësore ku. Okej. Edhe marr 210.000 në muaj. Domethënë mua më dal kanë 2 milion në vit. Ati që dal kanë 10 milion në muaj. Okej, e drejt, dakord. Mirë. Nuk bëhet gjithmonë krahasimi kështu se ti je në mas pensioni edhe ata kur dalin pension do marrin më pak se paga. Shumë se ty, po më pak se paga. E tjerë. Mirë, ata gjyqtarë të Andi. Ata gjyqtarë, më farë dhe i minutë. E fundit, të lutem, po. Dhe dalë dhe qika tjetë të ka fermerët e lushet, 2 lafe kam. E fundit, po. Vajtë kërë ministri atje dhe fëtolli ata biznesmente, sa fshatare, sa kështu atje, se që ju në salitia tha, por ne prodhojmë këtu, tha, mundohemi deri në tjesë një gjithër, tha, ti na fut import nga jashtë, ne hudhim kanal, tha. A i gjberi, kërë ministri kërë. Po. A vajtë të gjuar atje i halët e popullit, tu jetë që ndim me shaka qeveria. Po i tha, ullu tha s'ma i bënon ti mua fatë, di unë tha. Ajde kërë ministrë, ajde... Okej, mirë. Dhe ti fosha këti populli kaq, të fund fare, këti populli kaq. Ta gëzoj demokracinë se punove të rjetën për Rama dhe për Salin. Okej,
Ta gëzoni demokracinë se punuat gjithë jetën për Ramën dhe për Stalin, ë? Okej, na e bëre me rim këtë. Faleminderit, Fiqo, të përshëndes. Ditë mbarë dhe muajt mbarë, po ashtu mirëmëngjes urdhëroni, ecim me njërë me një tjetër bised, rrjedh biseda, koha ikën fakt fluturon, më bestoni. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, jam në deri fatarit Mallakastërës, 97 vjeç. O, ju gjoj me kënajsi. Jetë shëndet të keni. Edhe kënajsi që mërë një program. 20 vjet kam punuar me Buk Kalambojqin kooperative dhe të prezekutuarët vanë në ta në qytet, hani Buk Kruri edhe punoni në dhanë ditë pune. Unë sot marë 3 baqeta në muajt 10.000 lekëshen. Edhe hajde të ushqyem të shiti dal do të unë s'dal do të përjashta në dy sheku të shiti e riktu. Keni të afërm zotri, nuk di ju ndihmojnë për ditëshmëri tjerë ose sa sa i fuqishëm jeni fizikisht për të lëvizur vetë, se mashallah dhe jetë shëndet të keni, absolutisht. Me përqindje si që pati, si që unë një sefte, po e beri pasaj, si a i që pati ditë pune dhe i që s'pati në 10.000 lekë. Okej. Diçka për të mbyllur të lutem? Diçka për të mbyllur, për të mbyllur, do të lutem shumë të beni problem këtë të qoni lafin tim atje ku të konë ose të njoftojt të vemi ne në shite e dirama se s'kemi qa bëjmë tjetër. Okej, faleminderit zotri, faleminderit shumë. Të uroj jetë gjatë, të përshëndes, kënaqësi që u bët pjesë të programit, kishit edhe një zonjë aty që ju ndihmonte, nuk di nëse ishte po jo bashkëshortja, por faleminderit që telefonuat 97 vjeç të zotëria nga Mallakastra. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni, vjojmë një tjetër opinion. Përshëndetje, të dëgjojmë me kënaqësi. Ti aty pak më parë citove rrogën e presidentit. Po. Apo ja? Po. Për cilën presidente keni lapit? Se kemi presidente këtu në Shqipëri? Tani, ti po bën një pyetje retorike, kemi president. Kemi president Republike, është zoti Bajram Begaj. Jo, sinqerisht jo. Dëgjoj tani. Bajram Begaj, pra, është presidenti i Republikës. Po, president. Po? Jo, baronin e di, unë po them, president, baroni është inexistent, unë them president që të ngrihet latinet e tyrë, të bëjt e tyrë në presidentit. Po tani mund të kishim, nuk mund të kishim 2, se do jepnim 2 paga nga 4.200, 4.300 euro. Një kemi, është zoti Bajram Begaj, president e Republikës. Ju kuptoj, ju ku e keni. Jo, për mendimin tim është inexistent, dhe se është formal. Okej, mendimi juaj, dakord, po. Nuk e ka kryer kjo dhe njërë vetë në rëndë e presidentit. Prandaj dhe mund që të tjeni, është gjivoj si ku mos kishim vare, edhe mos jashoni ma galek. Po thelbi këtu nuk është vetëm tek presidenti, se shiko, presidenti është kreu i shtetit, e tjere tjerë, hierarkia me lartë, ai e ka pagën më të lartë, e të gjyqtarët. Në tërësi e mbështetin kërkesë të gjyqtarëve për rritje pagë, pavarësisht shumë detajeve dhe kleçkave që janë. Do flasë edhe për paga, do flasë. Po, jepi se na iku koha. Do flasë edhe për paga, e fillova nga presidenti që të është president për karrocirë dhe të tosha, po tani për pagat, unë shkurtimisht vetëm një lavë do them. Më dëgjon andi? Pa tjetër që dëgjoj. Ata duke filluar që nga presidenti e kryeministri e gjyqtare, drejtje, shejtan, deputet, që marrin ato rroga hajtë larta, edhe unë, që shtaj paravozi marrë 200.000 lekë, them, me shpirt e them, andi mos i anqit. Ja, po kjo është, të lutem, kjo është mallkim. Okej, mirë, të falenderoj për telefonatën, dakord, kjo është mallkim. Okej, kritika, etiketime, brenda etikës, jo mallkim, për këtë do të qoftë, pak në këtë është një mendim i imi e tjerë. Okej, më mund t'jenë edhe lek abuzimje, nuk di para, diçka një zyrtar, këte janë dhej, okej, pagësh fundit, por jo me mallkime. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Të lutem, ule pak zërin televizorit, ju dëgjoj mjaft mirë.
Zotrit, pak më mirë telefonin, jo, poziciononi pak më mirë telefonin, se nuk... Edhe pak, okej, këtu jemi në rregull. Ulini pak zërin e televizorit, apo ndoshta kam në... E ulini do të zërin e televizorit? Ulini pak zërin e televizorit, apo ndoshta kam... Jo, kam jo shtypi që unë po të gjoj një tjetër zotrin nëpërmjet telefonit, dhe zotria është me komunikim, kështu që... Andi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Andi. Po besojemi në rregull. Më thuaj, ju dëgjoj me kënaqësi. Jo. Unë për atë nuk jam dakord. Pse? Po nuk jam se nuk shikojnë gjerë në shesh, maj njerës atje që në qofë se ke për të dënuar, dënoj edhe për çfarë marr atje, ke lek shumë. Për shembull, shikoj një rast zotri, për ta ditën e djeshme ishte një seancë për kreun e bashkisë zotin Veliaj, do të merret një vendim më nënt shkurt. Kur do të thotë ai në mos gaboj është arrestuar, është ndaluar në 10 shkurtin e vitit kaluar dhe u desh një vit që me 9 shkurt pastaj ditësh të vendoset kalon apo jo dosja në gjykim, thjesht kjo. Kalon apo jo dosja u desh një vit. Ajo s'ka për të kaluar, i majnë atje për majmëri si në hotel. Apo edhe ku dëgjon për rish presidentin Meta etj etj. Zgjasim pafund, nuk është kjo ideja e paraburgimeve në fakt, po? Jo, unë nuk jam dakord fare me këta. Ata asin vetëm shtoj fletat e dosjeve që diktojnë në për... E kuptoj. Diçka tjetër, nëse keni? Kam një diçka unë për pensionin, ma thuaj. Kujtim që kishe Hoxha. Po, zoti Kujtim Hoxha, po. Unë kam 20 vjetë kam dal invalid. Të lutem, ndoshta, nëse zoti Kujtim është i lirë, besoj po, ndoshta mund ta kemi edhe nesër. Jo, po ta them shumë. Ma thuaj, po. Ai tha për invalidet, po? Sa vite kanë invaliditet, sa kanë punë, mblidhen bashkë edhe shu. Unë kam 20 vjet invalid edhe 23 vjet punë. Po, bëjnë 23. Po, çfarë kategorie mendoni ju se futeni apo vështirë? Edhe mora vetëm 6.000 lekë. E pra, po, qoftë se keni marrë 6.000 lekë, jeni tek kjo pjesa e pensionit të invaliditetit. Ndoshta momentalisht trajtoni me pension invaliditeti. Prandaj keni marrë 6.000 lekë. Unë kam 3 vjetë që debatoj me ta. Ata edhe sikur t'i kem ta me mua, ata nuk mi japi lekë mua. Nuk t'i japi, e kuptoj. Atëherë do të thotë që trajtoni me pension invaliditetit dhe keni marrë 6.000 lekë. Merrni edhe më pak se 300.000 lekë. Se po të merrim shumë se 300.000 lekë vjetra, e kaloje tavanin edhe... 190 Po pra, po të merrim shumë se 300, do kaloje tavanin, nuk e merri as atë 6.000 lekë të vjetër. Se kështu i vendosin ta. As me kombesime nuk vete agjur. Po, faleminderit shumë. Të përshëndes. Ditë mbar, të përshëndes, shohim me njerë shqiptar.com, faqen zyrtare në internet në këto momente, me 2-3 zhvillime. Mos lëvizni policia, zbardet ngjarja në Lezhë, 7 persona u paraqitën si policë në Berberhane, do të dhunoni Nipin Ardiani Kulejt pas një sheri në 2015, por u përballën me të shtëna me armë zjarri, edhe në foto është Berberhana pas të shtënave me armë zjarri. Letemi duke pasur breshëri. Mero Bazë shkruan SPAK po tenton të konsideroj krim përpjekjen e Veliajt për të mbrojtur me avokat huaj, vijoj me sot në kuvend, stanca në orën 10, PD u tërojsh nga për territoriale nga bojkoti, PS-ja duhet të heq nga rendi zhbërjen e barazis, Lama Allari, ministri i drejtësisë, do të jetë në interpelancë dhe debatin kushtetuese për pagat, përfaqësuesit e gjyqtarëve kanë deklaruar për ankimin për i të zgjedhjet, pos na doli llogaria 37 milion euro i sekuestron vetëm SPAK-u. Kaloj me njerë në pak publicitet, reklama dhe rikthehemi për të vjuar me shtypi ditës dhe jo. Nërga që në këto momente do të kemë që diskutojmë fakt në lidhje me situatën e opozitës, dhe i pyetje shumë tjesht se ka një nismë në gjatë kohëve të fundit, por dhe detajet tjera. A do të bashkohet opozita?
Është bashkuar në studio Lisander Hoxha, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ish kandidat për deputet. Mirëmëngjes, faleminderit që je në Report Televizion dhe në Shtypin e ditës dhe. Faleminderit për ftesën. Lisander, po ju pyes të parë nga ato zhvillimet e pasdites djeshme. Ka pasur mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku fokusi ishte tek reformat ose tek komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore dhe territoriale, djem shumë territoriale. Për shkak të situatës marrëdhënies me mazhorancën, opozita ka deklaruar bojkot, dje edhe zoti Berisha, kreu i PD-s, ishte i qëndrimit për që bojkotit. Të vijonte, Partia Socialiste nga ana tjetër mund të shbënte atë barazin dhe le themi t'ju linte. Jashtë deputetët e kundërshtuan thanë që duhet marrim pjesë dhe duke sigur kështu do të bëhet. Ju ç'mendoni? Bëra këtë hyrje për ta dhënë dhe si informacion. Po nuk është krejt kështu. Do të vendosin strukturat drejtuese, do të thotë kryesia e Partisë Demokratike mbi vjeshmërinë dhe kjo është një gjë normale. Edhe debatet brenda grupit parlamentar janë diskutime normale të një partie politike. Fakti që së ndodhin debate jashtë Partisë Demokratike, kjo duhet jetë një gjë që na shqetëson gjithëve, sepse në politikë, nëse nuk diskutohet për çështje të caktuara, si merren vendimet. Tani, ne jemi duke kërkuar ribërjen e reformës territoriale. Pse? E bëri PS-ja në kokë vetë 2015. Shikoni produktin. Që nuk zgaboj atëherë PD-ja bojkotoi. E bojkotoi PD-ja dhe këta zotrinj që janë sot në drejtim e bën sipas dëshirës dhe vullnetit të vet që ishte thjesht një orë elektorale. Të kuptoj, kishin terren të lirë, territor të lirë. Kishin terrenin e lirë, por reformat të tilla, të cilat impaktojnë zgjedhjet në mënyrë direkte, nuk bëhen kurrë vetëm. U ngrit pretekstit që këtu ka shumë nënpunës publik, që janë të fryra këto komunat e tjerë dhe sot raporti nënpunësve publik në pushtetin vendor te i kalon numrin e njerëzve që ishin në kohën kur kishte komuna. Pra u bë gabim. Më shumë se një 380 komunat e Bashkimit Bashkë. U bë gabim dhe në këtë aspekt mendoj që nëse nxiton PS drejt ribërjes e vetme, se këta nuk duan dhe nuk na përgjigjen ne kur duam ne, siguroj që do bëj një gabim tjetër i cili do u kushtoj qytetarëve. Se në fund ditës, pasojat nuk i vuajnë partit politike për gabime që bëjnë. I vuajnë qytetarë shqiptarë. A duhet bërë me konsensus? Po. A duhet bërë me konsensus dhe a duhet marrë pjesë PD-ja, le të themi, në çdo lloj territori, qoftë të minuar që mund të bëjë PD-ja për këtë reformë apo për tjetër? Ka disa mënyra bashkëpunimi dhe bashkëveprimi që njeh politika. Në kushtet ku është Shqipëria, në kushtet ku është kapur me preshënduar zëvendës kryeministra që ndante tendrat me SMS, në kushtet kur zoti Rama bën avokatin publik të saj, për shkak se i del emrin në këto dosje, PD-ja nuk mund të ulet tavolinë me PS-n. Ne natyrisht që kemi variantin ton, kemi propozimet tona, janë ekspertët që duhet i prinë kësaj pune, jo partit politike, sepse nëse i prinë partit politike, natyrisht fokusi do të shkojë tek interesi elektoral më shumë se te qytetari, pra kjo nuk është në thelb një çështje partish. S'mund të jetë kur një çështje partish, do të jetë një çështje ekspertësh. Se cila zonë ka specifikat e veta, ka nevojë për vëmendjen e saj, ka nevojë për... Komisioni do i ketë ekspertët edhe gjitha diskutimet. Mua më rezulton që fokusi kryesor është i partive dhe nuk është i ekspertëve. Prandaj edhe shpërndarja e fondeve ka qenë e pamjaftueshme rreth e caktuar. Ne kemi parë, ne shohim mungesa të theksuara investimesh në shumë bashki të vendit për shkak të kësaj reformës territoriale të bërë shkeleshko. Po duhet bojkotoja apo jo PD-ja? Në gjykimin tuaj, le të themi personalisht po ju pyes. Unë mendoj që, po patjetër që personalisht, unë mendoj që ka një prioritet të rrallë dhe të punëve. Puna më e madhe që opozita sot mund të bëjë është kërkoj qeverinë e besimit, teknikë, antikorrupsion, quajeni si doni. Pastaj me mazhorancën, me deputet Partisë Socialiste, me gjithë spektrin, se nuk është çështja PD-PS. Të gjitha partitë parlamentare kanë të drejtën të japin kontributin e vet, sa i takon propozimit për këtë reformën territoriale, e cila do të ndikojë tek këta qytetarë edhe kur kjo klasë politikanësh mos jenë politikë. Jo, patjetër. Se duhet bërë kështu puna. Në këtë aspekt them, prioriteti më i madh për Partinë Demokratike nuk është pjesëmarrja në komisione. Pse? Po nëse nuk ka vullnet pala tjetër, kjo nuk është një tango që kërcehet vetëm. Duhet të ketë vullnet, duhet të ketë përgjegjësi, duhet të ketë dakordsi, duhet të ketë kompromis në mënyrë që të çohet përpara. A ju kujtohet reforma zgjedhore e vitit 2008 që insistonte dhe kërkonte zoti Rama? Qeveria Berisha asaj kohe mund ta bënte pa vullnetin e zotit Rama. Jo atë, po çdo lloj reforme që është kërkuar, e cila impakton zgjedhjet, e cila ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve, bëhet me shumicë dhe dakordësit palve edhe kur i ke votat, se kështu është tradita politike, nuk e kemi shpikur ne si shqiptarë këtë punë. Çdo punë që bëhet vetëm, bëhet keq dhe lë pasoja.
Jo, dakor, ju kuptova dhe mora mendjen tuaj për këtë çështje. Ka një nismë për bashkimin e opozitës. Me kë? Bashkimin e opozitës, tërë faktorëve opozitarë, të vegjël, të mëdhenj, po i themi Lapaj, Qori, Shehaj e tjerë cilët janë gjitha këto... Të partive jashtë mazhorancës, po flasim? Po. Okej. Si duket? Domthonjë këtu doli ideja që kë quani ju parti opozitare apo tjerë. Jo, më nuk është çështja kë quajon. Ky parlament... Bashkimi i opozitës, po kush nuk është në pushtet, le të themi, gjithë. Ky parlament ka disa parti politike, ndër të cilat kryesorja është Partia Demokratike, që është opozita e vendit. Ka parti të cilat lindën si antisistem, që jemi kundër të dyve. Dhe morën vota duke qenë kundër të dyve. Ka parti të cilën, po të shikosh rezultatin në letër të këtyre zgjedhjeve të vjedhura, por aq sa u numërua, aq sa u vlerësua, aq sa etj, shikojmë që janë rritur në kurriz Partisë Demokratike, sepse tek e majta, më aq sa u pasqyrua në rezultatin final, nuk shikojmë këtë prekje të votave. Tani, çështjet e bashkimit nuk janë bashkime mekanike. Unë të paktën nuk i shoh këtë formë, këtë mënyrë, sepse kanë bëjnë me perceptimin publik. Pra 1+1 bëjnë 2 në matematikë, por nuk bëjnë politik 1+1 2. Sepse është edhe kimia brenda, ndjeshmëria atyre që ndjekin një rrymë apo një rrymë tjetër. Bindja ime është që çdo faktor kundër kësaj qeverie do duhet t'japi kontributin e vet për hir të Shqipërisë dhe jo të interesit partijak të vetin. Kush është interesi i Shqipërisë në moment? Ta kthejmë vendin në një qeveri të ligjshme, e cila menaxhon procesin deri në zgjedhje normale. Tani, jashtë këtij interesi kemi të bëjmë me koalicione dhe mua më ngjajnë jo mirë koalicionet. Koalicionet që nuk kanë ideologji politike, që nuk kanë vjushmëri morale. E me radhë, perceptimi im është që duhen ripar. Për shembull, në 2012 doli ajo shprehja e famshme të bashkojmë çdo qelpsirë për të rrëzuar Sali Berishën. Dhe u bashkuan njerëz që s'kishin lidhje me njëri tjetrin, s'kishin lidhje me socialistët asaj kohe. Dhe ja produkti sot. Nuk kanë asnjë lidhje as intelektuale, as kontribues të smajtës. Janë njerëz cilët janë marrë për kontributin në vota të caktuara, grupe kriminale që po e turprojnë Shqipërinë dhe Partinë Socialiste. Dhe në fakt, unë këtë lloj ndjesie nuk dua ta rindej. Kam bërë një reagim unë, që PD-ja duhet të ketë kujdes nga bashkëpunimi, sidomos me element të ardhur nga shoqëria civile e Sorosit, të lidhur me George Soros. Unë nuk kam gjë me Sorosi ka të drejtë të krijojë teza të smajtës, absolutisht ka të drejta mbi Partinë Socialiste si kontributori kryesor i saj, por nuk ka punë te PD-ja. S'është një filozofi krejt tjetër. Dhe këtu e ke për ata që janë drejtues të këtyre partive, apo për ata që kanë këtë nismë, që janë e kanë ndërmarrë këtë nismë? Nuk kam punë fare me këto partit, unë po të doja bëja edhe personale, i drejtohesha me emër, cili do se nuk kam komplekse, jam njëri i lirë. Po e kemi ata që kanë nisur këtë nismë? Jo, e bëj për partinë time. Jo, kuptoj. Partia ime, në qoftë se do doj të rrisi besimin në shoqëri, dhe unë kam një vit të gjysmë që e them, do i duhet me patjetër të ushtroj ndikimin e vet pozitiv në shoqëri përmes zëvendësimit violinave të para. Unë nuk mendoj që na shërben një makjazh i jashtëm për zbukuruar disa që i kemi aty. Se nuk është i njëjti përfundim. Atëherë, duke patur këtë logjik, gjykoj që është më e hishme, është më e mirë t'i prim ndryshimeve si të djathtë, me një ofertë të djathtë, me njerëz djathtë cilët janë të pakorruptuar, njerëz cilët kanë... E thoni kërcep të bashkohemi me Qorin, Lapajin apo në... Shiko, me Qorin nuk na bashkon asgjë, sa është parti neokomuniste. Nuk mundet Partia Demokratike, që është e qendrës djathtë apo edhe konservatore, të bashkëpunojë... A mund të ketë një opozitë përstosur, se këtu referojmë pak në shkrimin e zotit Astimja, që është një nga ata që kanë le të themi nisur këtë iniciativë së bashku me kolegët e tjerë. Nëse i referohemi, a ka njerëz të përsosur brenda partive politike, unë ju them ka. Ka njerëz që janë patriot, ka njerëz që janë pakorruptuar, ka njerëz që janë formuar ideologjikisht, ka njerëz që janë guximshëm dhe nuk i kap njëri nga xhepi, ka njerëz që mbrojnë interesin publik. Problemi është, a u hapet rruga këtyre njerëzve apo duhet gjejmë njerëz nëpër divane? Hajde tani ti s'ke asnjë kontribut në shoqërinë civile, po urdhëro jepi drejtim Shqipërisë. Kjo s'mund ndodh, se nuk ka impakt real, edhe mund ta bëjmë partitë. Për çështje të caktuara, partitë mund zgjedhin shumë taktika. Ai thonë që ne nuk mund bashkohemi etj, pavarësisht se kush e propozon këtë gjë. Nuk je kundër kush e propozon, po apo je kundër atyre që propozojnë. Në mënyrë absolute nuk kam asgjë me askënd dhe po të kisha diçka direkte me dikën, jam nga ata që unë ja u them në sy dhe kam vërtetuar një gjë të tillë.
Problemi është e ka me partinë time. Partia ime është ajo që i prim procesit. Partia ime është ajo nga e cila shqiptarët mund të presin ndryshimin. Nuk pret kush ndryshim nga pseudo shoqëritë civile të krijuara rishtazi. Këtu s'ka ngelur gjë pa ndodhur në Shqipëri. Është diskredituar nocioni i shtetit. Dhe ne nuk kemi parë të reagoj asnjë prej këtyre zotrinëve. Çfarë u kujtuan tani se u doli gjumi i bërbartës? Nuk shkon kjo. Duhet të ketë logjik, duhet të ketë sens, duhet të ketë vjushmëri. Ndaj them, njerëzit presin nga opozita. Mundet opozita të bëhet më e mirë vetë? Në këtë situatë, të ka hedhur një asis drejtësia. Shfrytëzoje. Nëse nuk e shfrytëzon, është faji yt. Dhe nuk shfrytëzohet me makjazh, por shfrytëzohet me transformime të brendshme. Unë mendoj që të majt, të djath pa parti, nuk do kurkush që të vidhet në këtë vend. Nuk duan shqiptarët që të vidhen. Dhe kur shikojnë skandale se si ndahen tenderat e Akshit, shokohet i majti, i djathtë, ja i me partia, i pa parti, jenë në gjendje si forcë politike, ta bësh për vete në protest, jo të të votoj ty, se nuk të votojnë ty, ai që është i majt, por kundër vjedhjes. Rritja e presionit publik ndaj çdo qeverie e ndihmon Shqipërinë. Rritja e presionit publik ndaj çdo partije për ta bërë partinë më të mirë e ndihmon Shqipërinë. Pra ne duhet kemi kaq qytetari, nuk mund të jemi kaq të ndarë me thik. Më kupton? Në këtë sens, mendoj që investimi më i mirë brenda partive politike është rritja e presionit brendshëm, nga antarësia, nga votuesit, nga gjithkush, në mënyrë që të shkohet dhe të ketë moral politika. Politika që humbet moralin rrugës, humbet besueshmërinë. Pra para dite e ka marrë mik Andin, pastaj Andi del në pozitë e bëj prap mik, e me radhë, ne kishim rastin e Shabanit. A ju kujtohet kur deshu bën zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, që thanë ne kishim aleat ndaj dham një firmë. Kjo është apelim që kujdes me kë bashkëpunoni për zgjidhjen e mirë. Nuk kam gjë kundra, le të bëjnë tavolina, le të thrasin element caktuar, le të përzgjedhin, le të debatojnë, le të krijojnë protesta, këto janë gjëra normale, por në thelb njerëzit presin nga PD-ja. Okej. Ju kuptoj shumë qartë. Protesta e radhës, mos gaboj, le të themi tek ato kombëtare, po i quajmë kështu, sepse të hënave vijojnë, po është me 10 shkurt. 3 jemi sot, pak a shumë si sot java. Çfarë pret të ndodhin dhe nga informacionet që ke, dhe çfarë duhet të ndodhi apo duhet të bëni, le të themi, ju dhe gjithë ata që dalin në protest, sipas jush sërish? Është një moment delikat për vendin. Ne shikojmë që nuk ka përgjegjshmëri. Çfarë do thotë s'ka përgjegjshmëri? U doli emri në dosjen Epstein, shumë zyrtarëve të lartë, thjesht si u doli emri në shkëmbim email-ash. Edhe ka nga ta që dha ndorësht. Japin dorëheqje. Këtu dalin sheshit gjërat dhe ka një avokatit të tmerrshme ndaj korrupsionit. Çfarë mund të bëjnë shqiptarët? Absolutisht që të prirë nga Partia Demokratike, duhet të rezistojmë më për interesin publik, jo interesin partijak. Nuk kërkohet pushtet në tavolinë. Nuk meriton asnjë parti të vijë në pushtet përmes tavolinës. Vjen përmes ofertës politike, vjen përmes programit të mirë, vjen përmes njerëzve më të mirë, nëse e meriton. Por ne në këtë moment na duhet një qeveri që nuk i vjedh zgjedhjet. Ne kemi në pushtet një qeveri me mandate të vjedhura sipas OSBE Odirit. Atëherë do duhet patjetër. Kur thoni rezistencë, ku e keni fjalën? Çfarë do të thotë? Çdo lloj rezistence demokratike, unë që prej 11 majit kam thënë të rrim para kryeministrisë. Të kërkojmë përsëritjen e procesit zgjedhor, por jo me këta. Përsëritje e procesit zgjedhor me njerëz të besuar. Mund të vijë dikush nga jashtë, një personalitet, ta bëjmë kryeministër besimi, bëjmë ca ministra të cilët ndihmojnë drejtësinë, jo të pengojnë drejtësinë, dhe këto para korrupsione që qarkullojnë rëndomt sa herë ka zgjedhje në Shqipëri, të bllokohen. Ndryshe ne nuk bëjmë. Mendoni se do të bëhet kjo, do të merret një vendim që pas një proteste të bëhet rezistencë, sepse është thënë tek disa protesta, por nuk ka ndodhur. Ka një vullnet të përgjithshëm kombëtar dhe ndërkombëtar për ta çuar Shqipërinë drejt shinave kushtetuese dhe ligjore. Unë mendoj që ne duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë vullnet për të realizuar një qëllim patriotik, jo politik. Qëllimet politike janë pas krijimit të qeverisë besimit dhe nuk janë përpara se s'mund të jenë përpara. Pastaj, në këto zgjedhjet që do bëhen dhe do administrohen nga një qeveri besimi, në merito fiton PS-ja, në merito fiton PD-ja, në merito fiton Lapa, i fitojnë ku diun, të gjitha partitë politike, por është në zgjedhjet pa kontestueshme. Nuk ka aty pastaj i vodhi, mi vodhi, aty janë zgjedhjet pa kontestueshme dhe kështu duhet bërë. Në 2017 u bë një qeveri me Ramën, dhe disa ministra teknik që si pyeste sekretari i përgjithshëm. Më fal.
nuk i pyeste sekretari i përgjithshëm Ata që ishin nga PD-ja. Atëherë, unë nuk jam për variantin e qeverisë teknike, me disa teknicien, të cilët marrin përsipër të bëjnë ministrin për 6 muaj apo 1 vit. Unë jam për një qeveri antikorupcion. Qeveri e cila heton parat e korupcionit aty ku janë. Të drejtojt qofte në një huaj, si që thëtë? Jo i huaj, jo shqiptar. Po i shqiptar nga diaspora. I shqiptar, ka njerëz mirë sa të duash. Nuk ka rëndësi, pra nuk e nënkuptoj qeveri partijake. E nënkuptoj një qeveri e cila ndihmon drejtsin që këtu të mos vidhen zgjedhjet. Nëse nuk ka partneritet mes qeverisë dhe drejtësisë, ne do të kemi belindërat të tjera, të cilat do shpërndajnë me SMS tenderat, si që kemi parë që janë bërë publike dhe protesta, këtë pa rezistencë, pa qëndruar në bulevarda, po diçka e tillë do të thotë që nuk është se do të ketë një vlerë të madhe, nëse bëhet që 24 janarit. Akti më i madh që një parti politike ka dorë të bëjë është protesta. Çfarë mund të bëjnë partitë më shumë se protesta? Dakor, patjetër. Atëherë, e vetmja gjë që është shtesë në të mes është që kjo protestë ketë rezistencë. Dhe ne të mundohemi që qytetarët, nëse i ftojmë, mos të i ftojmë për disa orë reagim civil, por të i ftojmë për një protestë të zgjatur. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë edhe ne të dy, që jemi prindër, do duhet të kemi dikë që kujdeset për fëmijët që trim në kohë të zgjatura. Por është një sakrificë domosdoshme se këtu ka ngecur diçka. Megjithëse unë e shoh drejt zgjidhjes. Këtu do Dilja, e fundit farës edhe ko, shikoni që do të lëviz apo do të luaj diçka? Kjo qeveri, çfarë do lloj situate të bëjë Edi Rama, të krijoj lobingje të caktuara për të bërë takime apo jo, të siguroj që nuk e pastron dot veten nga pjesëmarrja në secilin prej akteve jo të lishme që ai ka qenë. Pra, dosjen Rama e ka plot. Kjo qeveri po e mbyll me turp historinë e saj për shkak korrupsionit madhor që ka ushtruar në Shqipëri, për shkak mungesës drejtave të njerëzit, për shkak të shfrytëzimit burimeve publike për interesa privat, që nga bashkëshorti i zonjës Xhaçka, që u bë investitor strategjik vetëm se kishte gruan ministre, dhe me radhë. Ne duhet ta nxjerrim Shqipërinë nga kjo kulturë krimi dhe korrupsioni dhe kjo pengmarrje thjesht për të administruar Shqipërinë. Këta janë bërë si bejlerët e vendit që marrin vendin në dorë, bëjnë ç'të duan, ne nuk na konsiderojnë fare si qytetar dhe kjo është një situatë që duhet marrë fund. Opozita e ka për detyrë të reagojë, por mbi gjitha kjo është detyrë e shqiptarëve. Opozita dhe çdo forcë tjetër politike pas këtij akti duhet manifestojë vetveten se sa e zonja është për ofruar projektin e vet politik. Po, dhe për të fituar zgjedhjet. Padyshim. Ajo është temi objektiv final përfundimtar. Lisandër, faleminderit. Faleminderit kënaqësi, ditë mbar ju uroj. Faleminderit ju që na ndoqët. Ishte gjithçka për shtypin e ditës dhe ju për mëngjesin e kësaj të martë. Qëndroni me Report Televizion, mirë pas pak vjoni me Rrezet Dielli. Ju uroj shikim të këndshëm.